Tatimorët e Dibrës kanë detyruar tregtarët e vegjël në pazarin e qytetit të mbyllin dyqanet deri në vendosjen e kastave dhe regjistrimin e tyre sipas ligjeve në fuqi. Kjo mas ka sjellë protestën e tregtarëve, pasi e quajnë të padrejtë duke pasur parasysh aktivitetin e pakët, kushtet në të cilat tregtojnë dhe tarifën e lartë për blerjen në një kase. Kemi ardhur për më mos morë kasë, si jemi në një vend malor, Dibra veni më i varfër në Shqipëri. Kasën ku ta vem, ne nuk kemi asnjë lloj kushte, ne jemi tregtar ambulant, nuk kemi një prizë, një spinë kërkuni. Ati hapë ati qirat si paguja ti, atë hapër vete. Dimi s'ka punë këtu këne, nuk o si qytetet tjerë. Si doni mamat e tjerë, ai populli ka marrë u ketër e thonë pse shkin Gjermani, pse shkin Itali. Tregtarët kanë trokitur në dyert e bashkisë së Peshkopis, ku u pritën nga kryebashkiaku Shukri Xhelili. Ky i fundit vlerësoi se aktiviteti është i paligjshëm, por nënvizoi se palët kanë rënë dakord që ata të regjistrohen si tregtar ambulant, fakt që kërkon miratimin e tatimorëve. Ne ju kërkuam një listë të atyre tregtarëve me ambiente të vogla përshitje për t'i kërkuar drejtorisë tatimore që të trajtohen si tregtar ambulant. Pasi deri këtu kemi rënë dakord që mund t'i përballojmë detyrimet si tregtar ambulant. Nga dyert e bashkisë tregtarët kundërshtuan çdo lloj kompromisi, duke kërcënuar me hyrje në grevorie, nëse nuk lejohen të ushtrojnë aktivitetin.